Djalem me mytë mone vdes një herë, po me ta mytë dikush djalin të vdes 1000 herë çdo ditë. Ky njeriu thotë se Bill Clinton i don mu takua me ju. Kur tash? Tash në këtë moment, po. Dëshira ime ishte që të lidhja Universitetin e Oslos me Universitetin e Tiranës. Këto kanë qenë përçapjet e para dhe i thoja shpesh në Friut që Kosova do bëhet përpara Shqipërisë. Ka të lindi ideja që me fillu me kriju përmbajtje digjitale. Më mësu njerëzve dosane bazike për historinë tonë edhe për gjuhën tonë, për kulturën. Cilat janë një ose dy elemente që vetëm Kosova mundet me t'i ofru. Në Kosovë njerëz edhe mënojnë gjithmonë me të çu sa më lart edhe me të ndihmu edhe energjia e rinis, për shembull që thashë që del në shesh e ki full me njerëz të ditë që nuk ndodh në çdo vend. Qysh e kishe përshkru veten me pak fjalë? I përkushtum me nxjerr diçka të re në secilin industri ku operojmë. Sa veta duhen për me çu një ide përpara? Pa rregullin e orarit, pa rregullin e matjeve, po që thuhet një fjalë all in për me mujt me çu procesin deri në fund. Cili kish me qenë mesazhi që kishe dasht me jap te këta? Me ardh dje.